Përshëndetje nga qyteti i Florës, ku së bashku me kryetaren e grupit të këshilltarëve të Partisë së Lirisë në Bashkinë e Florës, jemi sot këtu për të denoncuar skandalin e mungesës së ujit të pishëm në kulmin e sezonit turistik, që ka dëshmon edhe një herë dështimin, kapitullimin e këtij sektori jetik në këtë qytet simbol të turizmit shqiptar. Mungesa e ujit të pishëm në Vlorë nuk është çështje thjesht papërgjegjshmërie, por një çështje abuzimi flagrant me taksat e qytetarëve të Vlorës. Brenda 2-3 viteve të fundit, në këtë bashki janë shpenzuar rreth 9 milion euro për projektin e ujësjellësit të Unazës në Lungomar. 12 milion euro për ujësjellësin e fshatrave të Novoselës. 2 milion euro për ujësjellësin që mbulon zonën e Kuzum Babas dhe lagjes Partizani, sot e kthyer në simbol të mungesës së ujit të pishëm, dhe rreth 20 milion euro pritet të hidhen për ujësjellësin e qytetit së Vlorës, në total pra rreth 43 milion euro të avulluar, sepse sot Vlora nuk ka ujë të pishëm, madje nuk ka as ujë për të larë. Dështimi i thellë i ujësjellësit të Bashkisë së Vlorës do pak është dështim i rilindjes e cila nuk në këto 3 mandate nuk ka garantuar dot as ujë të pishëm për vlonjatët e jo më për turistët e shumë që janë sot në këtë qytet në kulmin e sezonit turistik. 43 milion euro janë më pak se sa rushfeti i paguar për tunelin e Llogaras, që mund të cilëte një herë për gjithmonë çështjen e ujit të pishëm në Bashkinë e Vlorës, ose 43 milion euro të shpenzuar dhe të avulluar atëherë tani janë të barabarta me fondin total që rilindja ka përcaktuar për vitin 2025 për gjithë sektorin e bujqësisë. Në fakt, mungesa e ujit të pishëm në Bashkinë e Vlorës lidhet vetëm me korrupsionin dhe me faktin se institucioni ujësjellësi i kësaj bashkie nuk është gjë tjetër veçse një strofën patologistës që vetëm shpenzon në mënyrë barbare taksat e qytetarëve të Vlorës, të cilët sot vuajnë edhe për ujë të pishëm. Ku përfunduan miliona euro është pyetja të cilën ne sot ngrem nga ky qytet dhe për cilën ftojmë edhe strukturën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit të përgjigjet. Ky nuk është një krim intelektual, ky është një krim kundër njerëzimit, sepse ti mohosh Vlorën nga elementet bazike si uji e pishëm është vërtet një dramë e madhe. Gjithashtu dua t'ju informoj se grupi i këshilltarëve në Bashkinë e Vlorës shumë shpejt do të depozitojë në këtë këshill kërkesën për një interpelancë të menjëhershme me kryetarin e papërgjegjshëm të kësaj bashkie, i cili jo vetëm është përgjegjës për mungesën e ujit të pishëm në Bashkinë e Vlorës, por sigurisht edhe përgjegjës për ndotjen alarmante të kësaj bashkie, natyrë i së cilës është një pemë ekologjike që ende vijon të ndodhë ky qytet. Gjithashtu dua të informoj lidhur me konkluzionet më të fundit të bëra publike nga Agjencia Europiane e Mjedisit, që ka renditur së fundmi Shqipërinë në një tjetër rekord të zi, sipas cilës vetëm 16% e ujrave të mërkurshme në të gjithë vendin mund të jenë të përdorshme, ndërkohë 84% e deteve, lumenve dhe liçeneve të mrekullueshëm të këtij vendi kanë sot higjienën personale të Edi Ramës ose kundërmojnë e njësojnë siç kundërmon për qeverisje e korruptuar dhe e inkriminuar. Tani për kaloj fjalën kryetares së grupit të këshilltarëve tonë në Bashkinë e Vlorës. Unë së bashku me grupin e këshilltarëve të Partisë së Lirisë shumë shpejt do t'i drejtoj një kërkesë kryetarit të bashkisë, ku do t'i kërkojmë sqarim në lidhje me situatën e shkaktuar për mungesën e ujit, rrugët e shkatëruara, për plerat që digjen pa kriteret, gjë e cila përsëritet çdo vit, dhe ndërkohë kalohet në buxhetin e bashkisë po çdo vit një buxhet i cili kalon për landfillin e Çeristës dhe nuk ka funksionuar as edhe një ditë.